Në xhaminë e Sahatit në Gostivar u mbajt dua hatme me rastin e përfundimit të leximit të Kuranit famlar nga një numër i madh i nëpunësve fetar të Muftinisë së Gostivarit. Përveç drejtuesve të Muftinisë, në manifestim morën pjesë të gjithë lexuesit e Kuranit famlar. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Manifestimin e përshëndeti Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, i cili me këtë rast përgëzoi Muftinin e Gostivarit për të gjitha aktivitetet gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Ai ka uruar edhe të gjithë besimtarët për agjerim të pranuar dhe për festën e Fitr Bajramit. Kuptohet një ndër ibadetet kulminante të këtij muaji është leximi i fjalës së Kuranit famlar, që është shpërblim i madh nga i madhi Zot. Me këtë vazhdon realizimi i traditës që buron nga pejgamberi jon Muhamedi alayhi salam, i cili bashkë me ashabët e tij në muajin e Ramazanit çdo herë lexonte Kur'anin famlar duke e bërë hatmen e tij. Unë nga ky vend uroj muftiun e Gostivarit, Haxhi Sabahudin Efendi Zendelin, me stafin e tij që kanë arritur ta kultivojnë këtë traditë të leximit të Kuranit Kerimit. Njëherit lusë Allahun fuqi plot që t'i shpërblej edhe organizatorët e kësaj mukabelje qendrore, por edhe realizuesit e kësaj hatmeje, si dhe në veçanti ata që i kanë dhënë shije të veçantë janë ndëgjuesit, pra besimtarët e kësaj xhamie. Lusë Allahun fuqi plot që të shpërblej të gjithë faktorët e kësaj mukabelje jashtëzakonisht të rëndësishme, qendrore këtu në xhaminë e Sahatit, me shpërblimet e tija të pakufishme. Muftiu i Muftinisë së Gostivarit, Sabahudin Zendeli, pasi foli mbi vlerën e leximit të Kuranit famlar, shpreh mirënjohje të veçantë për pjesëmarrësit në realizimin e mukabeles qendrore gjatë tërë muajit të Ramazanit, si dhe referentëve të Muftinisë. Ai tha se xhamia e Sahatit mund të jetë vetëm në vend, por edhe në rajon, që organizon tradicionalisht këtë program gjatë Ramazanit tashmë për 6 vite me radhë. Sot në këtë ditë, ku bashkërisht me 29-30 kolegët hoxhallar, të cilët për çdo ditë kanë ardhur këtu në xhaminë e Sahatit dhe nëpërmes eterit, respektivisht rrjeteve sociale, respektivisht faqes së Muftinisë së Basisë Fetare Islamit të Gostivarit, kanë lexuar drejt për drejt për çdo ditë nga një gjuz të Kuranit famlar, dhe sot këtu edhe do të bëjmë duan e përfundimit të gjithë leximit të Kuranit famlar. Më lejoni që të shpreh falënderimet, mirënjohjet më të përzemërta për gjithë nënpunësit fetar, të cilët kanë qenë tepër aktiv, sidomos pranë xhamateve të tjera, këshillave të xhamive, besimtarëve në përgjithësi, por ajo çka do të veçojmë sot dhe është për çdo fjalë miradije, por ndoshta Gostivari dhe xhamia e Sahatit mund të jetë e veçanta më në Maqedoni, por ndoshta edhe në Ballkan, që të vazhdon traditën e cila është trashëguar nga perandoria osmane të kësaj veçorie, të këtij zbukurimi të muajit bekuar të Ramazanit, por edhe të 3 muajve të leximit të Kuranit famlar. Janë 2 imamët të respektueshëm të kësaj xhamie, Hafiz Jakub Efendi Jakupi, si dhe Hafiz Mahmud Efendi Boleci, të cilët për çdo ditë, duke filluar nga muaji Rexhep,
Shaban dhe muaj Ramazan kanë qenë pranë xhamat të tyre me leximin e mukabeles. Duan e hatmeve bëri ligjëruesi i Xhamisë së Saadit profesor doktor Musa Musaj, kurse programi u mbyll me ndarje të mirënjohjeve për lexuesit e Kuranit. Dy imam të Xhamisë së Saadit, Jakub Jakupi dhe Mahmud Boleci, mirënjohje u ndadhe për muftiun e Gostivarit Sabaudin Zendeli, si dhe për Reis Uleman Shaqir Fetaj. Ndryshe, dita e parë e Fitr Bajramit, pra dita e nesërme, është ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut. Namazi sabahut nesër do të falet në ora 5:50, kurse ai Bajramit në ora 7:02.